Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Ganimetin Musliun të PDK-s se çfarë fjalori ka kundër gazetarit. Ku kjo mundohet me na jep moral neve si fans të për shembull të VV-s, plus deputetëve të lëvizjes vetëvendosje e mos shumti kryeministit Albin Kurti. Shkojmë lutëm ta ndëgjojmë e të diskutojmë bashku. Guximi i një partie politike është me çfarë diskursin e opozitës, më falni. Pra, kur vetëvendosja ka dhënë 2005, unë jam shumë i vogël. Njerëz kanë thonë që çan kanë goxha në rrugë, edhe shumë kanë që sulmojnë institucionet e tjera. Që ka mri vetëvendosja me bosh me çfarë diskursin. Po, me gjujtë të vendin me zonë, nuk e gjujtë me Ku? Çfarë fjalori ka? A ti pse miq? Pse s'ka thot se në gënjeshtra, tu çka pi thot kjo. Gënjeshtare keqe. Shkojmë. Kush po tutet, kush po tutet. Çfarë fjalori? Pse di? Vazhdojmë. Kur? Këtë aspekt, respekt për Ermalin, e që thënë zonë dhe pyet prap. Shkojmë. Shumë e di, tregon plutëm. Po që s'po tregon? A dhe pse? A dhe pse s'po duhet të tregon? Sepse nuk ka. Se ti se meriton përgjigjen me këtë çështje dhe me këtë tonë. Jo, ideja është Ligu meriton. Lutem. Kjo është akuzë e rënë pa bazë. Zonja Muslie po thëmë edhe unë. Nuk e meriton me thonë zonjë se me këtë fjalor që i kiti, me të vërtet nuk e meriton me konë deputetit ti. Por i ke gjithë do që po të votojnë, bravo i koftë, aty që po të votojnë. Ty. Mishë të dashër, ju dua me zemër, respekt, se kur peni këto, veç me donë meqë. Respekt për se cilin.